Ja ku jemi. Jemi tani natyrisht për të shkuar tek kolega ime Afrodita, e cila besojmë do të më presë sot në një intervistë që do të ketë me dy zonja të nderuara për të folur për një temë interesante. Dua t'ja lë pikërisht të drejtën e Afroditës për t'i prezantuar normalisht në këtë intervistë që ka drejt për së drejti. Besoj se tani e kam unë Afroditën. Po, ja ku e kam bukur, ja po e shikoja. Të përshëndes, Afrodita. Përshëndetje gjithë shikuesve tanë edhe sot, përshëndetje juve në studio, ekipës realizues të programit për ditë mbar, e përshëndetje sigurisht të përzemërta kam edhe për bashkëbisedueset e mia sot, e që janë zyrtare të bibliotekës Hivzi Sulejmani në Prishtinë, ato janë Fatime Mehmetaj e Fikrie Bejta Halili. E do të flasim për gjën më të bukur në botë mbase, për librin, e veçanërisht në fokus do të kemi librin për fëmijë, e po i para prim ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë. Kështu që po fillojmë bashkë bisedimin, fillimisht me zonjën Fatime, e cila do të na flas në përgjithësi për shënimin e kësaj date, por edhe për aktivitetet e ndryshme që mbahen në bibliotekën Hivzi Sulejmani. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe sot jemi këtu në një atmosferë të rrethuar rreth me libra, jo të gjithë po shifen sigurisht në ekran, por ne mbrapa kemi shumë libra. Jemi këtu për të sensibilizuar këtë kampanjë, dhe më thonë, para festës së 2 prillit që është festohet në gjithë botën. Qëllimi i kësaj shënimit e kësaj dite është ofrimi i qasjes së fëmijëve të gjithë botës me librin kualitativ. Ka për qëllim tjetër edhe nxitjen e dashurisë për librin tek moshat e reja. Nxitjen e shkrimtarëve për të shkruar sa më shumë libra për fëmijë, por edhe institucionet të vetësohen për botimin e librave sa më shumë për fëmijë dhe shpërndarjen e tyre tek fëmijët. Biblioteka Sulejmani në kalendarin e vetë ka shënimin e kësaj dite tashmë tradicionale, edhe çdo vit përgatit një program të pasur. Edhe këtë herë sigurisht do të ketë program të pasur në shënimin e kësaj date. Sigurisht që do të ketë. Për ditën ndërkombëtare të librit, një sesioni kombëtar botëror sponsoron një mesazh. Në bazë të atij mesazhi pastaj punohet edhe posteri. Edhe çdo vit ky mesazh lexohet në krejt botën. Do të thonë me 2 prill lexohet në krejt botën, edhe kjo është shumë e këndshme, do të thonë gjithë fëmijët e botës lexojnë të njëjtin mesazh në njëjtën ditë. Biblioteka Hivzi Sulejmani këtë vit ka parapar disa aktivitete. Do të bëhet promovimi i librit me tregime nga konkursi letrar që ne e shpallim çdo vit nga shkollat fillore të komunës së Prishtinës. Pastaj do të lexohet mesazhi si gjithmonë, dhe do të kemi bashkëpunëtorët dhe karavanin e shkrimtarëve që gjithmonë janë me neve në këtë ditë të shënuar. Bashkëmangshëm janë mos i ftuar ata. Gjithmonë ata janë bashkëpunëtorët tonë, dhe do të deklamojnë punimet e tyre, ndonjë poezi apo ndonjë tregim, domethënë para fëmijëve, dhe do të lexohen 3 punimet më të mira nga viti i kaluar. Si gjithmonë pra nxënësit ata janë të cilët sjellin punimet e tyre, shpërblehen, motivohen për të vazhduar për shkruar edhe për të qenë lexues sigurisht të rregullt të librave, e veçanërisht edhe të kësaj vatri të librit, pra bibliotekës Hivzi Sulejmani. Ndërsa do të flasim pak edhe për kampanjën apo mundësinë për të regjistruar falas pikërisht më 2 prill, e për këtë do të na flas zonja Fikrie Bejta Halili, e cila edhe kjo është zyrtare në bibliotekën Hivzi Sulejmani. Pra, na fol pak për këtë kampanjë që ka vite që është kampanjë e rregullt dhe është mundësi e mirë për të gjithë të vegjëlit. Po, tashmë veç është traditë antarësimi falas bibliotekë me 2 prill, në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë. Ne si vjetë kemi bani lloj fushate sensibilizuese që fëmijët të antarësohen falas në bibliotekë. Do të thonë kemi shpërnda postera në për shkolla, kemi sensibilizu për antarësim falas, kemi
domethënë kampanja ndryshme për me sensibilizu nxënësit për me antarësu falas. Antarësimi i falas në bibliotekë është një mundësi e mirë. Ju ofrohet nxënësve prej klasës 1 deri në 9-ën, domethënë kanë mundësi me ardhur, me u hazu libra, me lexu libra, me shfrytëzu hapësirat e bibliotekës për lexim, po edhe me u hazu libra. Kush është më i rregullt, të veçlit apo të rritur për të lexuar brenda objektit të bibliotekës? Po, edhe të vezlit janë të interesuar dhe lexojnë, po normal të rriturit i kanë afatet e po edhe të vezlit janë të interesuar edhe vinë, po pak na ka penalizu shkaku i rregullimeve që po bëhen rreth bibliotekës? Po, edhe qëndrimi gjeditor që është në shkolla Xhemal Mustafa, fëmijët veç porin deri në orën 2, po për me huazu libra, për me lexu janë të rregullt. Sidomos lektyrat që kanë obligative, po edhe që s'kan libra obligativ, domethënë për jashtë librave që kanë obligativ, marrin libra, lexojnë, huazojnë, janë të rregullt. Por shpesh herë mes tesh diskutohet që fëmijët nuk është që po lexojnë. Por nga këndvështrimi juaj tek e keni çdo ditë kontaktin me ta, po lexojnë fëmijët apo? Po, lexojnë, janë të rregullt. Lexojnë histori ndryshme, lexojnë enciklopedi, pralla. Biblioteka është e pajisur me titujt më të ri. Preferencat e tyre cilat janë më shumë? Po, tash varet, vajzat i kanë preferencat e tyra ma shumë në libra me histori motivuese, po edhe meshkujt lexojnë. Edhe ata i kanë histori motivuese si Peter Pani, i kanë do libra, Udhëtimet e Gulliverit, janë do libra, lexojnë. Sa i përket autorëve, tanët apo të huaj? Edhe tanët edhe të huajt, mirë. Domethënë jeni të kënaqur? Po të kënaqem me fëmijët, po mirë. Po vjet të bie interesimi i fëmijëve apo po rritet? Nga viti në vit? Këtu pak ndoshta edhe vlen për të dëshiruar, ndoshta edhe teknologjia pak i ka bërë veten. Është problem global jo vetëm të ne, por ne mundohemi me këto fushata që i kemi antarësimin falas 3 herë në vit, po më duket, është tash me 2 prill, është me 1 qershor, edhe kemi panairin e librit për fëmijë dikon në 8 orë, aty është mundësia 3 ditë, do me thonë dalim e bojna një kampanjë shesh, edhe aty antarësohen fëmijët të falas, pa pagesë, do me thonë 3 ditë rresht e kem kur është panairi i librit. Atash me 2 prill, do me thonë bëhet antarësimi falasit të gjitha shkollave të Prishtinës, prej orës 9 deri në orën 16 kanë mundësi këto me arë mu antarësu në bibliotekë, ndërsa librezat e antarësimit munden me i marë prej datës 3 prill deri në orë, do me thonë prej datës 3 prill deri në me datën 11. Dhe fëmijët duhet jenë të shoqëruar nga prindërit apo mund të vetë? Po, mundeni nëse janë matritën për shembull klasëve të 8-9 mujnë edhe vetëm, po zakonisht atë vezlit ose shoqërohen me mësuesit ose me prindërit. Pra në 2 prill bëhet edhe regjistrimi nëse mund ta themi kolektiv, grupor, mësuesje bashkë me nxënësit? Po, do të thënë bëhet, i kemi njoftuar gjitha shkollat e Prishtinës, do të thënë për mundësinë e antarësimit që bëhet me 2 prill. Ndërsa sa i përket pjesëve të Prishtinës, sigurisht shkolla Xhemal Mustafa është fare pranë dhe është e domosdoshme që të keni më shumë nxënës bashkëpunim, po. Megjithatë edhe shkollat e tjera shprehin interesim edhe vinë, sidomos kur jemi në shesh që është kampanja që zgjatet 3 ditë, aty kemi do të thonë antarësimin me numër më të madh. E këto për 1 qershor edhe tash me 2 prill është do të thonë antarësimi veç 1 ditor, do të thonë veç me 2 prill. Ndërsa Zëre Fatime, po për të rriturit, ka ndonjë datë kështu free pa pagesë për të regjistruar? Sepse s'është nuk ka rënë dëshira për të lexuar edhe tek të rriturit. Ne duhet jemi real edhe të themi se ka rënë numri i leximit, numri i lexuesve. Jo vetëm tek ne, por kudo në botë është ky problem. Edhe bibliotekat kanë marrë si obligim me organizu, do të thonë, aktivitete ndryshme për me i qas lexuesit, për me afru me librin. Prandaj edhe biblioteka jonë vazhdimisht organizon aktivitetet ndryshme për me nxit këtë dashurit librit. Mes tyne është edhe ky antarësimi falas, do të thonë që bëhet për fëmijë me 2 prill, ndërsa për të rritur dhe student e kemi bërë dhe viteve kaluara, besoj që edhe këtë vit me 23 prill me ditën botërore të librit dhe të drejtave të autorit ne bëjmë ndërtimimin e studentëve.
Ndërsa këtu para vetes kemi të gjithë librat ku janë të përmbledhur me ndërshkrimet e fëmijëve në vite. Po, që nga viti 2005, Biblioteka Hyzilmani është e para në Kosovë që ka fillu ta shënoj këtë ditë ndërkombëtare të librit për fëmijë, edhe ne e shpallim konkursin, fëmijët i sjellin punimet, një juri profesionale e bën përzgjedhjen, domethënë juri profesionale me shkrimtar të njohur që shkruajnë për fëmijë, e bën përzgjedhjen e tregimeve, por edhe tregime shpërblyese dhe pastaj biblioteka këto tregime i boton çdo vit në një libër të veçantë. Këto libra pastaj shpërndohen nëpër shkolla. Është me rëndësi edhe interesant shumë janë kur një fëmijë shën një tregim vetëm botum. Ndoshta kjo ka më ndikuar tek ta, domethënë edhe që të bëhen lexues rregull, por edhe që të fillojnë edhe të shkruajnë vet. Edhe zakonisht këto libra e kanë në faqen kryesore këtë posterin që shpërndohet këtë botën, po në anën tjetër është edhe mesazhi. Kjo është e veçanta e këtij libri që e boton biblioteka. Shofim e që Ta e morën shohim, në po. dorë. Si kam syset. E rëndësishme që të gjitha Aty është viti dikën. po kanë përmbledhjen e tyre. Mësë është 2011 apo 12. Të shohim ku është viti, nuk arrit ta gjej vitin. Okej, po qenë ka viti 2024. 2024. Po viti 2024. Kjo është e fundit, domethënë. Tash këtë vit ka më ardhur libri i ri tash me 2 prill edhe ne do ta shpërndajmë nëpër shkolla dhe gjithë aty në pjesëmarrësve që janë në aktivitet do t'ja dorëzojmë. Dhe këtu shkruan titulli i kësaj pra është Muzika e fjalëve, pra vërtet një titull interesant, kështu që po e kthejmë në vendin. Ndërsa këtë vit sponsor i mesazhit dhe posterit është Holanda. Ndërsa titulli i mesazhit është Gjuha e figurave. Është një poezi shumë e bukur që e ka përkthy Adnis Baheu dhe besoj që kam ju pëlqyer gjithëve. Dhe sigurisht që ato do ta mësojmë pikërisht më datën 2 prill, kur të vijmë të përcjellim këtë aktivitet, kur do të lexohet ai mesazh, por do të zbuluhen edhe fituesit. Nxënësit që janë apo tashmë dihen emrat e tyre. Por nuk mund t'i themi tani. Jo, nuk mund t'i themi, domethënë gjatë aktivitetit jo ende. Kështu që Së shpejti, këto ditë, domethënë deri në fund javës. Keni kohë për ta bërë pra këtë vlerësim të gjitha atyre dorëshkrimeve. Sigurisht që përgatitjet për një datë siç është 2 prilli fillojnë që kur përfundon 2 prilli i një viti të shkuar, kështu që sigurisht jeni përgatitur mjaftueshëm që 2 prilli të jetë ashtu siç e keni paraparë. Po, patjetër, gjithmonë përgatitjet është një staf i mrekullueshëm bibliotekë, secili e ka obligimet e veta, organizohemi bashkë, diskutojmë në zyrën e drejtoreshës, se i marrim të gjithë ato obligimet që i kemi dhe çdo gjë shkon në rregull si zakonisht. Numri i mysafirëve është i madh këtë herë? Besoj që po. Dhe nga viti në vit, është më i veçantë si manifestim apo e ruan atë traditën e vet? Kryesisht e ruan traditën, se aktiviteti është pak a shumë i njëjtë gjithmonë, po gjithmonë duke sjellë risi të ndryshme. Ndërsa çdo vit gjithashtu e keni edhe furnizimin e bibliotekës me tituj të ri. Sigurisht edhe si vjet do të respektohet kjo traditë tashmë. Po. Do të ketë tituj të ri, të lexuar gjithku në botë, të përzgjedhur nga ana juaj. Po, sigurisht, ne çdo vit e përpilojmë projektin dhe e dërgojmë te Drejtoria për Kulturë e Komunës së Prishtinës, edhe gjithmonë ky projekt financohet. Ne si bibliotekë dhe si staf përpiqemi me zgjedhje ata tituj që kërkohen më shumë nga lexuesit, por e përcjellim mandej edhe botimet e reja që dalin vitin e fundit, mandej bëjmë edhe anketa me lexues, me student dhe ju themi shënoni disa tituj që juve ju duhen edhe që ju keni dëshirë të keni në bibliotekë, edhe prandaj në fund përpilohet këtë lista, dërgohet, financohet edhe falë Drejtorisë për Kulturë, Komunës Prishtinës, kjo bibliotekë është jashtëzakonisht e pasur me tituj të ri. Ndërsa, zona Fikrie, për grup moshat flasim, kush më shumë vje për të lexuar këtu, apo është cila grup mosh ka më shumë nxënës të regjistruar në këtë bibliotekë? Kush ka më shumë interesim? 1-5 apo 6 drejt të 9? Interesimi është i njëjtë, si prej 1 deri në 5, si prej 6 deri në 9. Se i kanë edhe lektyrat obligative, po edhe lexojnë për dëshirën e tyre, edhe është interesimi.
Ishte atë që Fikria është edhe hecë edhe klubit letrar që ka formu biblioteka dhe nështë mundet mi folë ma shumë për këtë... Po, pa tjetër, biblioteka ka dhe klubin letrar, ka shumë antuar? Ka, tash këtë vit vetëm kemi startu me klubin e leximit, me këto shkollat për rreth, se... Që kanë më të letë sigurisht për qasjen e kanë më të letë, është më afer, po, kemi fillu, janë fëmijët jashtëzakonisht interesum. Librat i përzgjedhëm bashkë me ta komi njerë mujt, vinë, diskutojnë për librin, është një orë letrare e përmujshme. Po, është një bashkëbisedim shumë interesante, se cili i shpreh mendimet e veta rreth librit, që nga njerë vinë një ditë. Po, mundën i lireshtimit mirë se ardhën. Interesimi është jashtëzakonisht i madh. I fëmijëve dhe dojnë leximin. Po tregon pedagogja shkollës me pa durim e pritin takimin e radhës kur e kem. Pra kjo i bie që na duhet pak t'i stimulojmë për të lexuar, sepse jo që nuk i kanë dëshirën për të lexuar. Po, për këtë arsye edhe kemi formu grupin e leximit, mendojmë me u zgjeru edhe me shkollat tjera që i kemi më larg, po mundësit njerë për njerë janë këto. Në më thënë veç me këto shkollat afer me Dardanin edhe me shkollën Xhemail Mustafa. Nisma është e mbarë, po, tash në këtë vit, po, në këtë vit, në më thënë kemi startu me klubet e leximit. Ndërsa kthehemi në studiot, shohim nëse kolegët e mi kanë pyetje rreth kësaj teme që sot po flasim, pra po flasim respektivisht për librin për fëmijë, me tekst të veçantë për librin për fëmijë, por edhe komplet për librin edhe për lexuesit e librit në kryeqytet, sepse biblioteka Hifzi Sulejmani pra i përket kryeqytetit. Nëse po më dëgjon patjetër të dëgjoj zyrtarët e bibliotekës Hifzi Sulejmani, po mund të presim. Patjetër, Afrodita, të dëgjoj me shumë kërshëri madje, ku flitet për libra për fëmijë. Kam një pyetje, a duhet ne të rriturit të lexojmë libra për fëmijë, të rilexojmë nëse kemi lexuar, ose të shkojmë, s'kemi pasur mundësinë atë ku kemi qenë fëmijë dhe shkojmë marrim një libër për fëmijë dhe lexojmë vetë për qefin tonë? E se që ma kujtove një dëshirë të kësaj natyre. Do të a them këtë pyetje. Kolegu im Maksi pyet, thotë që a ka të rritur që lexojnë libra për fëmijë, sepse mund t'ju ketë mbetur merak një titull libri që nuk i kanë lexuar në fëmijërinë e tyre dhe tash kanë dëshirë, ka dëshira të kësaj natyre nga të rriturit për të lexuar libra për fëmijë. Apo s'keni rastisur? Jo, besoj që ka, mu më ka ndodhur. Tash që kam edhe nipin, dhe më thonë, ndonjëherë edhe tjetë me rakë, është e vërtet, që është atëherë se ke pasë mundësin, edhe mund është me lecu. Mirë po, besoj që edhe studentët e letërsis, që studion letërsin në Shqipe, kanë edhe atë landën e letërsis për fëmijë edhe lexojnë. I marrin librat e i komentojnë. Dhe sigurisht, tani si gjyshe, mund ta kuptosh ndryshe librin e njëjtë nëse edhe ke lexuar. Po, sigurisht. Se pasaj duhet edhe me a interpretu nipit edhe duhet pak me a ngulit në kokë në gjarjen e librit. Ta adaptosh për moshën e fëmijës që do t'ja, në këtë rast, nipit ose mbesës tuaj. Për ndryshe, Maksi, më kujtove, ka shumë pak kohë që unë e kam rilexuar librin Liza në botën e çuditërave, e kështu që mirë që e bëre këtë pyetje se ma kujtove. Dhe ishte një këndvështrim tjetër, apo një kuptim tjetër i asaj që kur e ke lexuar në fëmijëri dhe tash kur e lexon një moshë pak më të rritur. E mbase prindërit mund të lexojnë më shumë libra të fëmijëve duke dashur ose duke praktikuar siç e praktikoni ju. Me thënë drejtën, dashuria për librit nxitet që në shtëpi, në fëmijëri, nga prindërit, fëmijët duhet të jenë të rrethuar me libra, duhet ta shohin prindit duke lexuar. Po fatkeqësisht tash telefonat pe bojnë atë punën e vet edhe ndoshta nuk po jemi aq të kujdesshëm që me afru sa më shumë librin me fëmijën. Mandej shkollat, bibliotekat, gjitha institucionet tjera duhet më shumë përpiqemi që ta afrojmë fëmijën me librin edhe. Mbase kjo është edhe arsyeja sepse fëmijët mbajnë kaq shumë telefona në dorë sepse prindrit e tyre i shohin duke lexuar apo duke ndjekur përcjellur rrjetet sociale në telefon edhe marrin modelin e njëjtë. Marrin modelin. Po të kishim në librin në dorë, sigurisht edhe fëmijët do të kishin më shumë. Thjesht e imitojnë prindët. Nëse prindë lexojnë edhe fëmijët patjetër. Fëmijët më shumë i shohin veprimet se sa fjalët që ti ja thu. Kështu që
një pasqyrë e mirë e prindve për fëmijë është me i pa ata të lexu edhe me i nxit edhe fëmijët. Kritika është e gabuar, në adresë e gabuar. Jo pse s'po lexojnë fëmijët, por pse s'po lexojnë të rriturit, që t'japin shembull tek fëmijët. Që t'japin shembullin e mirë. Po Maksi? Dhe si përfundim, kush na lexon më shumë sot libra të rriturit apo fëmijët, sipas jush? Prindrit më shumë në telefon, fëmijët më shumë në libër. Megjithatë, kjo ishte përgjigjja ime. Maksi pyet, kush po lexon më shumë, të rriturit apo fëmijët, prindrit apo fëmijët? Unë mendoj që fëmijët... Pas numrit të regjistrimit, sigurisht. Po. Numërit të regjistruarve kemi më shumë student. Mirë po studentët vinë edhe me literaturën e tyre, i përgatisin provimet, mësojnë, e kanë hapësirat këto shumë të mira, ngrohja, interneti, e kanë kushtet shumë të mira, po fëmijët vlezojnë sepse kanë edhe obligim edhe nga shkolla, lektyre shkollore që zakonisht jepet në shkolla, mirë po kur po vi me marr ato lektyra, ata po shohin që ka libra edhe më të mirë se sa ato lektyra që janë të obligueshme, sepse nuk kanë ndruar me vitet tona, domethënë s'ka ndonjë ndryshim. Mund ta marrim këtë një kritik nga ju që keni një përvojë të gjatë në bibliotekë dhe me librin që lektyra shkollore duhet të ndrohen. Po, e kam thënë shumë herë. E kam thënë shumë herë këto ditë veçanta kur kam pas mundësinë me prononcu që lektyra shkollore është e tejkaluar. Domethënë ato libra më nuk janë atraktiv për fëmijë. Ndoshta s'moj me thonë gjitha, po një pjesë. Kështu që duhet Ministria e Arsimit me dhe ekspertët e saj me rishiku edhe me vlerësu edhe me fut tituj të ri që janë më atraktiv për fëmijët, që nxisin më shumë dashurin librin. Temat e atyre libra tash janë tejkalum, nuk janë për këtë jetën bashkëshortore, bashkëkohore tash që kanë ndryshuar çdo gjë, nuk është malësoria, poezëm, nuk është tash interesant ajo temë për një fëmijë kësaj kohës bashkëkohore. Minutat po na ikin, mbase edhe bashkëbisedimi jo që po na shtjerrët, ne do të flasim shumë për librin, por për këtë që po flasim sot dhe minutat që kemi në dispozicion, mbase këtu mund të japim nga një mesazh dhe të përfundojmë këtë bashkëbisedim. I ftoj gjithë, kjo 2 prill është ditë e veçantë për të filluar me lexuar një libër të ri. Edhe i ftojmë gjithë lexuesit të vegjël që të vinë edhe ta kenë mundësinë me u regjistru pa pagesë. Është mesazh i njëjtë apo? Po për 2 prillin mesazh më mirë se ky nuk kishte me qenë, pra ju bëjmë thirrje krit shkollave të Prishtinës që të njoftojnë nxënësit, të vinë të antarësohen nga, do të thonë, prej orës 9:00 deri në orën 16:00, janë ekipet tona që e bojnë antarësimin falas. Po sigurisht, edhe ashtu nuk është që çmimi është i shtrenjtë, edhe pas datës 2 prill është një Po qëllimi është me stimulu, se ndoshta për çat çmim. Megjithatë, pra dyert e bibliotekës janë gjithmonë të hapura, pra siç e përmendën edhe zyrtarët e bibliotekës Hivzi Sulejmani, 2 prilli do të jetë festë e librit kudo në kryeqytet, por jo vetëm në kryeqytet, kudo në Kosovë e kudo në botë. Dhe këtu ne po ndërpresim këtë bashkëbisedim duke falendëruar zonjat, duke falendëruar edhe shikuesit tanë që gjithmonë janë besnik ndaj programit tonë, televizionit tonë, sepse shpejt sakt dhe sigur t'japim lajmin e përcjellën deri tek ju. Mos harro Afrodita na u kthe. Televizionit distenisi gjithmonë, posaçërisht për ditës gjithmonë i kanë përcjell këto aktivitetet. Na e kanë ndërprerë si duket Maksi. 30 sekonda na jep. Okej. Po. Kisha dashur me falendëru shumë televizionin në Nisteni që gjithmonë është i gatshëm me i përcjell aktivitetet e bibliotekës. Në mënyrë posaçme zonën Afrodit që është atë që këndshme dhe ka komunikimin shumë të mirë me ne dhe me fëmijët. Faleminderit shumë, përvoja e bën të vetën, dashuria për fëmijët për mua s'është shtjerrur kurrë, as për librin, kështu që kemi energjinë e njëjtë. Faleminderit shumë. Mirupafshim.